Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Nga data 9 tetor, gjithçka ndryshon, këto 4 shenja marrin lajmin që i kthen jetën përmbys. Nga data 9 tetor, gjithçka ndryshon, qielli po përgatit një skenë të re, dhe energjitë që derdhen në këtë periudhë janë të fuqishme, të thella dhe transformuese. Pas një periudhe ngërçi, ku shumë njerëz kanë ndjerë peshën e pasigurisë dhe lodhjes, më në fund universi hap një derë të madhe dritë për disa shenja të veçanta. Ky ndryshim nuk është i vogël, është si një kthesë e madhe e fatit. Nga data 9 tetor ndodh një kombinim planetar që prek zemrën, mendjen dhe jetën materiale të shumë njerëzve. Do të ketë lajme që vijnë papritur, vendime që ndryshojnë rrjedhën e ditëve, mundësi që dalin nga hiçi dhe ndjenja që rizgjohen pas shumë kohe. Për disa, kjo periudhë do të jetë momenti i rilindjes, si të hapësh një dritare pas një nate të gjallë. Për të tjerë do të jetë një telefonat, një mesazh apo një takim që ndryshon gjithçka, punën, marrëdhënien, mënyrën si e shohin jetën. Yjet janë në lëvizje të fortë dhe kjo lëvizje sjell tronditje pozitive, fat, dashuri dhe një përmbysje të vërtetë për 4 shenja që do ndriçohen nga drita e universit. Fati vjen me shpejtësi këtë herë, pa paralajmërim, dhe kush e ndjen këtë energji, le të përgatitet sepse 9 tetori shënon fillimin e një kapitulli që do mbahet mend gjatë. Dashi, që prej datës 9 tetor, një lajm që vjen papritur do të nxjerrë nga një periudhë pritjeje dhe pasigurie. Një komunikim që ndoshta e kishe harruar do të hap një derë të re, një ofertë pune, një mundësi bashkëpunimi apo një person që rikthehet me energji ndryshe. Marsi, planeti yt sundues, aktivizon sferën e veprimit dhe suksesit. Ti ndihesh më i sigurt, më i guximshëm dhe më i vendosur se kurrë. Kjo periudhë është si një rindezje pas një kohe të errët, gjithçka që do të bësh, merr dritë. Parat, marrëdhëniet dhe vetbesimi yt do kenë një rritje të ndjeshme. Kujdes vetëm të mos hezitosh, sepse fati këtë herë vjen vetëm për ata që veprojnë. Virgjëresha. Yjet të sjellin një lajm që mund të ndryshojë rrënjësisht humorin, mendimet dhe planet e tua. Një situatë që duke e humbur, ringjallet papritur dhe dikush që se prisje të afrohet, kthehet për të ndrequr gjithçka. Nga ana profesionale, pritet një hap i madh përpara, ndoshta një promovim, një projekt që më në fund shpërblehet ose një mundësi që del nga hiçi. Financat përmirësohen, por mbi të gjitha ndjen stabilitet të brendshëm. Ti ndihesh më i qetë, më i fokusuar dhe për herë të parë pas muajsh, sheh një dritë të qartë në horizont. Mos haro, çdo e mirë që vjen është shpërblim për durimin tënd. Britsjapi. Nga data 9 tetor, një lajm mund të trondit, por në mënyrën më të mirë të mundshme. Universi të zgjon nga rutina dhe të detyron të ndryshosh drejtim. Një mundësi që vjen përmes një personi me ndikim ose një udhëtim që se kishe planifikuar, do të sjellë një kthes të madhe. Në dashuri, emocionet thellohen dhe ndjenjat marrin një formë të re. Në punë, një mundësi që më parë dukej e parritshme bëhet reale. Mos u frikso ndaj ndryshimeve, ato janë porta e suksesit tënd. Kjo periudhë është transformuese dhe çdo gjë që ndodh, qoftë edhe e papritur, është për të çuar më lart. Peshqit, një energji e re, pothuaj magjike, të përfshin që nga 9 tetori. Një lajm, një takim apo një shenjë që universi të dërgon do të bëjë të kuptosh se gjithçka po kthehet në favorin tënd. Intuita jote rritet në maksimum, ndjen para se të ndodh dhe pikërisht kjo ndjesi do të çojë në vendimet e duhura. Një mundësi ekonomike vjen nga një burim i papritur dhe ndoshta një person i ri hyn në jetën tënde për të sjellë gëzim dhe frymëzim. Peshqit ndjen sikur janë në prag të një rizgjimi shpirtëror, gjithçka që i pengonte bie, ndaj universi po të dhuron një kapitull të ri dhe këtë herë me shumë dashuri dhe fat. Këto 4 shenja, dashi, virgjëresha, britsjapi dhe peshqit, janë në dritën e fuqishme të një kthese qiellore. Nga 9 tetori, fati nuk vjen ngadalë, ai shpërthen si një val që i përmbyt me mundësi, lajme dhe emocione të reja. Por nuk mbaron me kaq, sepse edhe shenjat e tjera ndjejnë ndryshimin që po përhapet ngadalë në gjithë zodiakun. Kjo ishte një periudhë ku yjet na treguan se asgjë nuk mbetet e njëjtë. Nga data 9 tetor, gjithçka ndryshon dhe këto 4 shenja po e ndjejnë më fort se kurrë. Por kujdes, kjo energji nuk ndalet vetëm këtu. Universi është në lëvizje dhe valet e fatit po përhapen ngadalë drejt të gjithëve.
Ndoshta edhe ti je një nga ata që shumë shpejt do marrë një lajm që i kthen jetën përmbys në mënyrën më të bukur të mundshme. Shkruaj poshtë në komente shenjën tënde të horoskopit, që yjet të dinë ku të dërgojnë bekimet e radhës. Mos harro të abonohesh në kanal, të aktivizosh zilën e njoftimeve dhe të jesh gati për çdo parashikim të ri që universi ka për ty, sepse kur yjet flasin, ata nuk gabojnë kurrë.